Faleminderit dhe tani është nder për mua që fjalën t'ja kaloj një miku shumë të mirë, shoku tim vës presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelenskit. Faleminderit shumë. I dashur mik, faleminderit shumë. I dashur Edi, kryeministri Rama pra, faleminderit ju, faleminderit Shqipërisë që na keni pritur sot. Jo thjesht në këtë vend të bukur tuajin, por në një vend që beson tek Europa dhe që vazhdon të punojë për të ardhmen e vet në Europë. Të dashur miq, faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj. E vlerësoj shumë faktin që ne e kuptojmë njësoj situatën që kjo luftë, pra lufta e Rusisë kundër Ukrainës duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur në një mënyrë të drejtë. Ukraina ka nevojë për paqe dhe paqja në Europë varet nga fakti nëse ne, Ukraina, do ta marrë atë. Ju të gjithë e dini që këtë javë ne patëm mundësinë që të merrnim, nëse do të ishte pra mundur të ndërmerrim disa hapa të rëndësishme për ta mbyllur luftën, për t'i dhënë fund asaj, në rast se Putini nuk do të kishte patur frikë të vinte në Turqi. Unë isha dje në Ankara dhe isha sigurisht që u pritëm nga presidenti Erdogan dhe isha i gatshëm për një takim të drejt për drejt me Putinin, qoftë në Ankara apo në Stamboll. Dhe jo thjesht për një takim, por në fakt për të mundur për të zgjidhur të gjitha çështjet e rëndësishme. Por ai nuk ra dakord për asgjë. Pra Putini nuk ra dakord për asgjë dhe shihej qartë që delegacioni rus që erdhi në Stamboll ishte i një niveli shumë të ulët dhe askush nga ata që ishin anëtar të delegacionit nuk mund të merrnin vendime në Rusi. Pra, megjithatë, u dërgova një ekip në Stamboll i cili udhëhiqej nga ministri i mbrojtjes së Ukrainës. Të paktën pra për të parë nëse rusët do të arrinin që të vendosin ndonjë gjë. Gjithsesi, përparësia jo numër 1 është që të ketë një armëpushim të plotë e të pakushtëzuar dhe të drejtë. Pra, pikërisht sepse vrasja duhet të marrë në fund, të krijohet një bazë e duhur për diplomacinë dhe në rast se përfaqësuesit e Rusisë në Stamboll sot nuk do të arrijnë të bien dakord për këtë gjë, një hapi parë shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm, atëherë është 100% e qartë që Putini vazhdon të minojë diplomacinë dhe në rast se pra nuk do të ndodhë kjo, atëherë është shumë e qartë që duhet ne të arrijmë një rezultat dhe ky rezultat duhet fillojë me armëpushimin. Delegacioni i Ukrainës e ka mandatin për ta marrë këtë vendim, siç e pam ne dje. Rusia në fakt ka dërguar të njëjtët njerëz që dërgoi në 2022 dhe tregoi që asgjë nuk ka ndryshuar, kanë bërë shumë deklarata, kanë bërë shumë kërcënime, por nuk zgjedhin asgjë. Dhe po bëjnë gjithçka të mundur që takimin e Stambollit ta kthejnë në një proces bosh të zbrazët dhe të inskenuar ashtu si dhe ato që janë organizuar në 2022. Nuk jemi ne apo udhëheqësit e perëndimet që po i minojmë këto negociata, por janë rusët që kanë bërë pretendime të tilla për vite të tëra. Janë ata që kanë dërguar kokbosha në këto takime dhe kjo shkatron edhe për kufizimin e diplomacisë. Kështu që ajo që shikojmë nga delegacioni rus është thjesht teatër dhe që ata nuk mund të tregojnë rezultate dhe bota duhet të reagojë, duhet të ketë një reagim të fortë duke përfshirë sanksione kundër sektorit të energjisë të Rusisë dhe bankave të tyre dhe presioni do duhet të vijojë dhe të rritet derisa të ketë ecuri. Ukraina është e gatshme që të ndërmarrë të gjithë hapat e duhur dhe realist për t'i dhënë fund luftës, i bëj thirrje Putinit për t'i dhënë delegacionit të vet autoritetin e plot, pasi duhet t'i japim fund vrasjeve. Për një kohë që të jap diplomacisë një shans të vërtetë. Së dyti, ne duhet të ndërtojmë të arrijmë pra një nivel minimal besimi në negociata dhe kjo duhet bërë duke liruar për shembull të burgosurit e luftës, gjithashtu duke kthyer fëmijët Ukrainës që i mban Rusia dhe duke liruar Rusia të gjithë pengjet civil që i ka. Së treti, ne duhet të përkufizojmë qartësisht se cilat çështje do duhet të
të zgjidhen në nivel udhëheqje dhe jo më poshtë, pra leadershipi. Dhe ne e dim se kush i merr vendimet e vërteta në Rusi. Së katërti, së bashku me të gjithë udhëheqësit dhe vendet që janë këtu sot, ne kemi filluar që të krijojmë një arkitekturë të re sigurie për Ukrainën, por edhe për të gjithë Europën, dhe besoj që të gjithë që janë këtu e dinë që tashmë ka ardhur koha që të marrim disa hapa praktik. Së pesti, SBA-ja, presidenti Trump dëshiron të jap fund luftës dhe ne duhet vazhdojmë të bashkëpunojmë së afërmi me presidentin Trump dhe të qëndrojmë të bashkërënduar sa më shumë që të jetë mundur, sepse mbështetja e SBA-s është thelbësore, mbështetja e Amerikës është e domosdoshme, pra dhe duhet patjetër është e rëndësishme që të punojmë së bashku që kjo gjë të arrihet. Dhe për këtë arsye unë do t'ju mbaj të informuar për gjithçka që do të ndodhë sot në Stamboll dhe nëse do të ketë ndonjë shans që delegacioni rus të marrë hapat e duhur për t'i dhënë fund vrasjeve dhe për t'i dhënë fund luftës. Faleminderit edhe një herë Edi.